Këtu tregohet ardhshmëria e fortë e besimtarit që ka te Allahu subhanahu xhella xhelal. Do të thonë, nëse ti gjendesh momente të vështira në këtë dynja, momente nga më të ndryshmet, dhe ti atë moment të vështirë që po e kalon, i drejtohesh Allahut subhanahu xhella xhelalu dhe jo krijesave të Allahut, këtu tregon atë lidhshmërinë tënde që ke të fortë me krijuesin, atë lidhshmërinë të fortë që ke me Allah. Sabrun fa sabrun jamil. Allahu subhanahu xhella xhelalu na ka urdhëruar dhe i madhi Zot i ka lavdru faktikisht njerëzit të cilët bëjnë durim. Ka durim edhe durim. Durimi më i mirë është durimi i bukur. Durimi më i mirë është durimi i bukur. Zakonisht bëjmë pyetje, na pyesin dhe thotë çka do të thotë durimi i bukur? Çka do të thotë durimi i bukur? Këtë e ka sqaruar Ibn Taymija, një prej dietarëve të mëdhej këtij umeti, i cili e ka sqaruar çka do të thotë durimi i bukur. Ibn Taymija do të thotë durimi i bukur, thotë durimi i bukur është kur ti bën durim, bën sabër dhe nuk i ankohesh kërkujt përveç se Allahut subhanahu xhella xhelalu. Ky është durimi i bukur. Durimi i bukur do të thotë, edhe herë ta përsëris, që ti nuk i ankohesh krijesave të Allahut, po i ankohesh vetëm Allahut azza wa xhel dhe duke qenë dakord me caktimin e Zotit. Ky është sabrun xhemil. Dhe po t'i hedhim një sy Kuranit Kerim, historive të Kuranit Kerim që shpesh e përmendim, shikosh që prej pejgamberëve, profetëve që e ka përmend sabrin e bukur, kush ka qenë? Jakubi alayhis salam, babai i Jusufit alayhis salam. Momenti që ndodhet, në atë moment që u ndodh, moment më të vështirë, që e humbi djalin e vet, Jusufin alayhis salam, Jakubi alayhis salam këtu na mëson ne se si besimtari duhet të ketë sabër, se si besimtari duhet të ketë durim. Dhe tha, si do ta përballoj këtë vështirësi, si do ta përballoj këtë sprovë të madhe që i kishte ra Jakubit alayhis salam. Dhe na mëson duke thënë fe sabrun xhemil. Fe sabrun xhemil, do bëj durimin e bukur. Dhe po shikosh historinë e Jakubit alayhis salam në një aspekt tjetër të kësaj historie, shikojmë që Jakubi alayhis salam çka tha? Innama ashku bathi wa huzni ila Allah. Innama ashku bathi wa huzni ila Allah. Vërtet, unë, për këtë gjendje që jam, i ankohem Allahut subhanahu xhella xhelal. Këtu tregohet ardhshmëria e fortë e besimtarit që ka te Allahu subhanahu xhella xhelal. Do të thonë, nëse ti gjendesh momente të vështira në këtë dynja, momente nga më të ndryshmet, dhe ti atë moment të vështirë që po e kalon, i drejtohesh Allahut subhanahu xhella xhelalu dhe jo krijesave të Allahut, këtu tregon atë lidhshmërinë tënde që ke të fortë me krijuesin, atë lidhshmërinë të fortë që ke me Allahun subhanahu xhella xhelalu. Këtu na mëson Jakubi alayhis salam lidhjen e fortë që ka pas me Allahun subhanahu xhella xhelalu. U gjend në një moment vështirë, moment që nuk ka qenë 1 muaj, 2 muaj, 1 vjet, 2 vjet, po me vitet e tëra, dhe na mëson Jakubi alayhis salam që thot innama ashku bathi wa huzni ila Allah, un gjendjen time që jam, hallin tim që kam, un i ankohem Allahut subhanahu xhella xhelalu duke qenë dakord me kaderin e Allahut azza wa xhel. Dhe Jakubi alayhis salam si e ka përballu humbjen e fëmis, duke thënë fe sabrun xhemil, do bëj durimin e bukur. Për Zotin e madh, pasha Zotin, nuk ka njeri i cili bën sabrin e bukur që mos t'i vi shpërblimi i bukur për Allahut subhanahu xhella xhelal. Çdo kush i cili bën sabër për hir të madhit Zot, dije se shpërblimi i Allahut subhanahu xhella xhelal do i vi edhe më i bukur. Shikoni Kuranin Kerim, shikoni sunetin e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, jetën dhe veprën e profetit alaihi salatu wasalam. Që këto janë dy bazat për ne. Këto janë dy referencat kryesore për ne, Kurani dhe suneti i profetit alaihi salatu wasalam, dhe kemi edhe referenca tjera duke u mbështet, do të thonë duke pa dhe mendimet e dietarëve për çështje që ka dilema ose për çështje që ka mendime ndryshme. Mi pa të kryesorët janë Kurani dhe suneti i profetit alaihi salatu wasalam. Shikosh në Kuran, për Zotin çdo histori
të pejgamberëve dhe histori tjera që Allah Azza wa Jalla i përmend në Kur'an. Çdo kush, çdo pejgamber ka kaluar sprova nga më të ndryshmet. Me na tregu që kjo dynja për besimtarin nuk është fush me lule. Kjo dynja nuk është xhennet. Kjo dynja është sprovë. Ka atë bukurinë e vet, po ka dhe sprovat e veta. Çdo kush do lundroj dhe do heci në për sprova të ndryshme. Ky është realiteti. Mo të kujtoj dikush që unë besova dhe tani unë jam me laçe. Dhe tani unë pres çdo gjë, çdo të mirë për Allahut subhane xhele xhelal. Çdo gjë vjen e mirë për Allahut, nuk ka diskutim. Po Zoti neve na ka bërë qartë dhe ditur në Kur'an që a keni kujtu se do hynin në xhenet pa u sprovu? Ta fshir nga mendja vet dikush që do hynë në xhenet pa u sprovu. Njerëzit më të dashur të Allahut që janë pejgamberët janë sprovu, janë testu. Nga sprova nga më të ndryshmet. Nga sprova nga më të ndryshme, sprova në smundje, vdekje fëmijë, sprova në fëmijë, sprova nga sta pret mendja. Mirë po, këto pejgamber që Allah subhane xhelle xhelalu i përmend në Kur'an, si kanë përballuar sprovat? Me durim. Dhe për Zotin përfundimi i çdo pejgamberi, kur ka pas sabrin e bukur, i ka ardhur shpërblimi i bukur. Hidheni një sy historisë e Ejubit alayhis salam, profetit Ejub alayhis salam. Ejubi alayhis salam u sprovu në fëmijë, i vdiqën fëmijët, ka qenë i pasur, i hiku dhe pasuria, dhe u sprovu në shëndetin e vet. Nuk flasim ka qenë i smur 1 muaj, 2 muaj, 3 muaj, po flitet me vite. Po të shikosh ajetin kuranor, Allahu subhane xhelle xhelalu çka tregon për Ejubin alayhis salam? Thot: "Inna wajadnahu sabira." Ne e gjetëm Ejubin alayhis salam durimtar, sabërli, duroi dhe nuk e kundërshtoi kaderin Allahut subhane xhelle xhelalu. Duroi për sprovat që i ran, fatkeqësitë që pat, i përballoi me durim. Mas durimit të bukur të Ejubit alayhis salam dhe vjen dhe shpërblimi i bukur i Allahut subhane xhelle xhelalu duke azëvendsu gjithçka që humbi. Edhe Jakubi alayhis salam kur tha fe sabrun xhamil, ai sabri bukur, ai durimi bukur me vite të tëra e ka shoqëru Jakubin alayhis salam dhe mas sabrit bukur vjen shpërblimi i bukur i Allahut subhane xhelle xhelalu duke ja kthy djalin e vet Jusufin alayhis salam dhe duke qenë udhëheqës i Egjiptit, i cili ka pas, si ti themi ne sot, ministri i ekonomisë, ekonomia ka qenë të kretë në dorën e Jusufit alayhis salam. Shikoni jetën dhe veprën e profetit alayhis salatu wassalam. Ka kaluar sprova nga më të ndryshmet sallallahu alaihi wasallam. Me bimpo këto sprova që ka kaluar profeti alayhis salatu wassalam si ka përballu? I ka përballu me durim, me sabër, duke mësuar dhe shokëve vet sabrin dhe durimin. Se ka pas rast atill që ka shku dikush në kohën e profetit alayhis salatu wassalam e ka maltretu, e kanë rreh. Jo vetëm e kanë rreh, po ja kanë djeg shpinën në zjarr. Dhe ka shku te profeti alayhis salatu wassalam ka thonë ja Rasulullah. Shiko si më kanë bë. Profeti alayhis salatu wassalam këtu mos kujtoni se nuk ju ka dhimbs. Gjendja e atij sahabi. Me për profeti alayhis salatu wassalam ka desh me mësu dhe me na mësu që kjo rrugë nuk është kollaj. Që të arrish destinacion dhe destinacioni që secili prej nesh dëshiron është xheneti Allahut subhane xhelle xhelal. Të arrish në destinacion duhet shumë durim, duhet shumë sakrificë, durim, të hasësh me sprova nga më të ndryshmet, që të arrish atje që të ka premtuar Allahu subhane xhelle xhelalu. Dhe profeti alayhis salam kur i kthehet ti sahabit thot: "Wallahi pasha Zotit, ka pas njerëz para jush që janë sharruar në 2 pjesë, vetëm se kanë thënë la ilaha illallah, vetëm se kanë thënë Allahu është një. Dhe nuk janë lëkund te imani vet e besimi vet. Nuk janë lëkund. Këtu na mëson sabrin, durimin, profeti alayhis salatu wassalam, se nuk është kollaj. Të arrish atje ku dëshiron secila prej nesh. Prandaj Allahu subhane xhelle xhelalu sabrin e ka cilësu dhe sabrin Allahu subhane xhelle xhelalu e ka shpërbly pa kufi. Innama yuwaffa Allahu sabiruna ajrahum bighayri hisab. Allahu subhane xhelle xhelalu ka me shpërbly durimtarët pa hesab, pa llogari. Që nuk i dihet se sa do i shpërbly Allahu subhane xhelle xhelalu njerëzit të cilët vërtet kanë duruar për hir të Allahut subhane xhelle xhelalu. Dhe duhet ta di se cila prej nesh që
Sabri, sabri ka disa lloj, ose sabrin mund ta ndajmë në disa lloj. Kemi sabër ndaj ibadeteve, durosh, ke namaz që fal për ditë, duhet durosh, do të ngrehesh sabah, duhet ta falësh drekën, do ta falësh ishindin, do ta falësh akshamin, do ta falësh yatsin. Durosh në ato obligime që të ka obligu Allahu subhanahu xhelle xhelalu. Sabër në obligime, sabër kur agjeron, sabër kur shkon në haxh, sabër kur jep zakatin, sabër kur lexon Kur'anin, sabër kur mëson Kur'anin, duhet sabër, duhet durim. Nuk është kollaj. Prandaj gjithmonë kur e ndigjoj këtë ajet kuranor që Allahu subhanahu xhelle xhelalu i drejtohet Muhammedit sallallahu alaihi wasallam dhe thot wastaqim kama umirt. Wastaqim kama umirt. Hec drejt ashtu siç kam urdhëruar. Ma kujton ky ajet kuranor kur e kanë pyet sahabët, e kanë pyet Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, ka qenë një ditë për ditëve, e ka pa profetin alaihi wasallam, i kanë pa disa thinja që i kanë dalë. I ka thonë ja Rasulullah, kanë dalë disa thinja. Thot profeti, i ka thonë profeti alaihi wasallam, ka thënë një ajet kuranor që Allahu subhanahu xhelle xhelalu thot wastaqim kama umirt, hec drejt ashtu siç kam urdhëruar. E të hecësh drejt siç ka urdhëruar Allahu subhanahu xhelle xhelalu duhet durim. Durosh të ibadetet që të ka urdhëruar Allahu subhanahu xhelle xhelalu, që na ka obligu i madhi Zot xhelle xhelalu. Durojmë fatkeqësitë ndryshme, sprovat e ndryshme që të bijnë. Sprovat nga më të ndryshme që e kaplon njeriu, duhet bësh durim, duhet bësh sabër. Prandaj profeti alayhi salatu wasalam çka ka thënë? Profeti alayhi salatu wasalam ka thënë sabri është kur të bjen, në fillim është sabri. Momenti që të ka ra, Zoti na ruaj, një fatkeqësi ose një problem, në atë moment e duhet sabri. Prandaj profeti alayhi salatu wasalam kur e ka pa një grua e cila është hedhur mbi një varr dhe qan dhe ulëret te ai varri, e këshillon profeti alayhi salatu wasalam, ka thënë bëj sabër. Kjo ja ka kthy me të keq në atë moment dhe nuk e ka ditë që është profeti alayhi salatu wasalam, ka thënë shko se ti nuk e di se ç'm ka gjetë mua. Shokët e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam i thonë, oj fulana, a nuk e din se kush të këshilloi? Ishte Muhammedi sallallahu alaihi wasallam. Kjo ngrehet dhe shkon nga mas profeti alayhi salatu wasalam, thotë ja Rasulullah, më fal, nuk e disha që e di. Po mu ka vdek djali i ri. Profeti alayhi salatu wasalam këtu i ka thënë sabri është kur të bjen. Sabri është kur të bjen. Prandaj të bëjmë durim, bëjmë sabër ndaj sprova të ndryshme, bëjmë sabër ndaj gojave të ndryshme, helmuse, të cilat vetëm helm nxjerrin për gojëve të tyre. Prandaj Allah subhanahu xhelle xhelalu kur thot Kur'anin Kerim, thot dhe bëj durim për atë që ka thonë Muhammed, duro për fjalëve të njerëzve, duroj. Duro, pse? Se mas durimit, inshallah do vi dhe shpërblimi Allahut subhanahu xhelle xhelalu. Pra Allahu subhanahu azza wa jall e ka konsideruar sabrin të bukur. Fa sabrun jamil, bësh durimin e bukur. Cilësia më e mirë e një besimtari është kur ka durimin e bukur, sabrin e bukur, vetëm për hir të Allahut subhanahu xhelle xhelalu. Kur ke sabrin për hir të Allahut subhanahu xhelle xhelalu, vallahi dhe shpërblimin do ta kesh të bukur për Allahut azza wa jall.